Po shkojmë drejt zgjedhjeve, i kena një 3-4 ditë ku na ndajmë prej votimeve që mohën në Republikën tonë, domethënë me 7 ditë e diele, shqiptarët janë tek kudit e votimit me ja dhënë mandatet deputetëve, mandej kuvendit, mandej qeverisë, mandej presidentit. Sonte me mu njëna prej deputetëve që e kena pa që shumë vjet aktive, edhe nuk e ka mene me udhërzu. Ka lemit e mos lirë. Gana mujte? Erdha. Apo mund me qinëru mas pari? Pa tjetër që po, kem detyrim. Këtu zgjedhjet në verë është ka gjatë munim shmi, nëse Ramazani ka parë. Më thonë, të munuen nga pak se nëzet, edhe presioni politike publike po në vetën. Dyër Ko që nëzet të po, në të në ondë. Jemi anku shumë pse përna i majnë zgjedhjet dimrit, Po. se vërtejt ftofte, ambientet Po. mbyllura, shpesh herë të din që ligjin e duhanit jo gjithmonë e respektojnë. E pishin ka Ka parë. qenë e mundimshme ajo, por po e shoh që edhe vera nuk është fare ma e lehtë. Nisa një mirë bo që janë verës si vjetë se bëhat natë pak ma vonë, të ishin mu bo, adin këtë nërë me këtë dimrit në 4 orë terë, ma letë ishin për vjedhin ka pak. Sakt. E tash të josh pak ma gjatë, më thonë, edhe nëse i vjedhin ka pak, shihet dikush në dritë. Tash s'ka nevoj me vjedh se po i blenë. Apo i blenë, bu dhugona, a? Faktikisht. Po qeveria po i blenë zgjedhjet. Si përkthehet ndryshe mënyra se si ai po e keq përdor buxhetin e shtetit. Ka zyrtar, ai hajnin e ka zyrtarizu. Korrupsionin e votës ose korruptimin e votës ai e ka zyrtarizu. Kryeministri tha se Me nuk ndikon. dokument. Kështu që i ka jep ligjshmëri korruptimit votës fatkeqësisht. Kështu që s'është marrë rëndësi fare a mbahen ditën apo mbahen natën apo mbahen verës apo mbahen dimrin. Tha që nuk ka efekt kjo dhënia e kësaj pakos. Në këtë ku. Pres mos me pas Kryeministri, efekt, po. sepse qytetarët e Republikës Kosovës nuk duhet lejojnë që të poshtrohen deri në këtë mas. Do thot, aq i ka poshtru me këtë ndarje, duke mendu që janë qytetarët analfabet, që qytetarët janë të padishëm dhe qytetarët shiten për 100 euro. A i keni po në kohën e ju i gonë në kohën e qeverisës PDK-s ka njëherë janë rritë pagat në kohën Jo ka njëherë janë rritë pagat, por në kohën e qeverisë e Partisë Demokratike të Kosovës, në udhëheqjen e presidentit tha që atëherë kryeministër i Republikës Kosovës, janë rritë për herë të parë pagat substancialisht në Kosovë, sepse nga viti 2000 deri në 2008, pagat në Kosovë janë rritë për 7 euro. Ndërson, kur ka marrë vendim atëherë kryeministri i Republikës Kosovës me rrit pagat bashkë me kandidatin ton tani aktual që është për kryeministër zoti Bedri Hamza, pagat në Kosovë janë rrit për 50% e për 100% edhe ato në të gjitha dikasterët. Çka do të thonë? Po, pyetjes tonë më u kthy, nuk kemi bë gjëra të tilla. I kemi rrit pagat me ligje, me vendime. Dhe edhe sot e kësaj dite i marrin pagat me rritje qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk kemi shpërnda paret për një vot, siç po e ban sot Albin Kurti. Qështë do në mja bo gona? Në më thonë, kemi një kryeministër edhe një parti që i ka 50 plus, i kemi parti tjera që janë nën 30, do më thonë. Kemi edhe nën 15. Kemi edhe në 6. Qështë keni mja bo me zvoglu ju këtë qeverisi? Shpëtim, fatmirësisht, Republika Kosovës është një republikë demokratike. Po. Dhe fatmirësisht, sot nuk e kemi gjitha partit i ki 0-0. Po. Do më thonë, nuk e ki asë një parti me 50, asë një parti me 30, asë një me 6, asë një me 10. Sot, e kemi qeverin detyrë, do më thonë, si rezultati zgjedhjeve të fundit. Sot, pushteti, absolut, 100% është në duart e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe unë pres që qytetarët e Republikës Kosovës ta delegojnë këtë pushtet tek ata njerëz të cilët janë me kon tokë, të cilët e realizojnë planin konkret qeverisës, të cilët kanë plan për zhvillim të vendit, të cilët kanë plan për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, dhe të cilët mbi të gjitha janë të përgjegjshëm dhe e vlerësojnë besimin e qytetarëve. Fatkeqësisht, 3 palë zgjedhje rresht, vota o pushteti është delegu te një njeri i cili ka qenë totalisht i papërgjegjshëm, ka qenë mashtrues, ka qenë gënjeshtar dhe ka qenë demagog e manipulant. A është fajtor? Do të thonë, ai ka një vot vetë që voton vetën, po
më thonë, nëse është fajtor kryeministri për ton këtë votë, atëherë është 51% shi. Unë asnjëherë nuk e fajsoj kryeministrin pse i ka marrë 51%. Po. Unë e fajsoj Albin Kurtin për shkak se nuk i ka marrë premtimet që i ka dhënë. Për shkak se i ka gënjy njerëzit. Thjesht, Albinin unë e shoh si mashtrues dhe popullin e shoh si të mashtruar. Albinin e shoh si gënjeshtar dhe qytetarin e shoh të gënjur. U bon disa vjet gone, disa zgjedhje që kemi rezultat të madh. Janë 3 palë zgjedhje. Dhe kjo është ajo çka duhet që qytetarët të reflektojnë. I ke dhënë 3 herë super mandat, jo vetëm mandat, po super mandat. Ke dhënë një herë 50%, një herë 42%, një herë 51% dhe ky është i paaft për me qeverisë. Fatkeqësisht, ky as nuk don e as nuk din. A ka ndonjë efekt, po më ndoshta jo qeverisja mirë e të kalumës që është botë gjithë kjo akumulimi pak nasive, dhe me shku një votë kaq masive. Nuk guxoj me thonë që ka qenë kesh qeverisje. Diçka ka ndodhur done. Po, tani do të sqaroj. Nëse thojmë kesh qeverisje, atëherë, unë nuk e vlerësoj që ka qenë kesh qeverisje, dhe as qytetarë nuk e vlerësojnë, sepse ke autostradat që janë shtru, nisësh ku dush i bjen qësh Kosovës, mrena një ore shka, mrena 30 minuta shka. Janë ndërtu shkolla. Në pamundësi që qytetarët vinë gjithë me studiu në Prishtinë, kemi ofru universitetit të qytetarët. Kemi hapë 5 universitete. Universitetin Haxhi Zeikan Bey në Pej, Universitetin Ukshin Hoti në Prizren, Universitetin Kadri Zeikan Gjilan, Universitetin e Shkencave se disa këta si quhet në Ferizaj, dhe po ashtu e kemi edhe Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Dhe vazhdojnë me komandamtit në Evropë në arsim. Tani, se kur thoni kesh qeverisje, duhet mendojmë se çka ka shku kesh. Dhe më thonë, e kemi shpallë Kosovën shtet mrenda 5 mujve, kemi marrë mbi 117 njohje për shtetin e Republikës Kosovës, kemi hapë gjitha ato ambasada, konzulata, gjitha ndej për faqësitë e Kosovës, dhe po e kemi rujt aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjithë Evropën, kemi instalu aparatin shtetënor e institucional në tërë territorin e Kosovës, me dogana, me polici, me ushtri, me gjitha tjerat. Po thuhet që është Lule Mitrovica, veriu. Une pajtohem plotësisht nëse ju thoni që na s'kemi dhënë shtesa atëherë, po nuk kryen ta na punë për herë. U dosh mas pari mi bë themelet e shtetit, me ndërtu shtëpinë, pastaj fillojnë gjëra tjera. Po thonë që kur gjë mos paçimbohet kem shëruar veriun e Kosovës. Veriu i Kosovës. Tani Mitrovica dhe Kosovë. Ora pajtohesh që është më mirë ose më keq nëse është. Unë Kosovën e shoh një edhe të Unë Kosovën e shoh një edhe të pandashme. Po, sepse pikat kufitare kanë qenë në Bernjaka dhe në Zveçan. Në momentin kur ne kemi vendosur pikat kufitare në Jarinje dhe në Bernjak, e po ashtu në Merdare, në Knejnë, Tehani e Lezit edhe në Morin, këto janë pikat kufitare të Kosovës. Kufit e Kosovës. Unë nuk e di çfarë çlirimi ka bo. A kanë çu kufinin te Mulla Kuqe, se thojmë na. Luftimi i bondave, pajtohesh që është më mirë Mitrovica. Dëgjoj. Nuk mundesh me thonë që janë luftu bandat, kur kanë bandat të kanë orë gati te ura Ibrit e ta kanë vrarë një policë dhe janë largu si me qenë turista për Kosovës. Nuk munde me thonë... U vrarë një pjesë. Por nuk munde me thonë që është ma mirë për derisa në Mitrovicë sot ti i ke qytetarët e Mitrovicës të cilët kanë pasaportën ku i shkruan Kosovo me tohi, që ka legalizu kë. Nuk munde me thonë që është liru veriu i Mitrovicës edhe është shumë ma mirë pri se ka ardhur Albin Kurti për derisa na në javët të fundit të legislaturës fundit e kemi pa që lëvizjave të vendosje bashkë me listën serbe kanë dhënë një ligj për shtetësinë, një ligj të shtetësisë Kosovës, i cili ja mundson serbëve kthimin në Kosovë. A ka mundësi që ta më të afërt gane me pas 200.000 banorë serb për shembull? Militar më shumë të afërt. Sepse që po shpëtim, sepse Serbia nuk punon në raport me Kosovën, sidomos, nuk punon në politika ditore. Nuk merret ai me prodhimin e lajmeve ditore. Ju e dini që ëndër çdo serbi, edhe të vdekur edhe të gjallë, ka qenë dhe është
kthimi dhe mbajtja e Kosovës në thundrën e saj. Por ka mundësi dhe shqiptarët me rritë si banor, sepse një pjesë një numër i madh që kanë shtetësi të huaja, më pas 2 shtetësi edhe të Kosovës edhe. Dhe shpejtim, ata punojnë strategji afatgjate. Ligji për shtetësinë e Kosovës ta mundson që nesër ose pas nesër ti me pas antarin e listës serbe në kryet kuvendit, edhe në kryet të qeverisë. Se ta tash edhe njerë, ata kanë politika strategjike afatgjata ndaj Kosovës. A rrit që numër shqiptarëve gone që ky ligj? A mund me rrit? Jo. Shqiptarët a mund pas edhe një pasaport Kosovës? Jo, nuk një pjesë e mund Gjermani, Zvicër. Jo, nuk mundet. Te ke shqiptarët e Turqisë për shembull, që janë 600.000, sa janë 1 milion. Miliona janë. Nuk mund, ata nuk kanë drejt marrë me marrë. Mor janë dhe su. Dhe mërgjimtarët tonë, të cilët jetojnë për Evropë, nuk i keti që kanë dalë para 600 vjetë. Po. Ata gjithë kanë drejt me marrë shtetësinë. Ta shumica shteteve po e lejon 2 shtetësi. Vetëm vendet ku i ndalojnë 2 shtetësi. Vetëm, po, ku i ndalon, ai s'vjen me marrë. Ai që ndalon nuk vjen me marrë, nëse e ka dhonë një herë shtetësinë e Kosovës. Se ai e dim pse e ka dhonë shtetësinë e Kosovës. Ndërsa, këta tjertë ku i lejohet 2 shtetësia, nuk ka nevojë për këtë ligj. Prandaj është gabimi më i madh nëse kamuflohet votimi këtij ligji dhe si tham ju faturohet mërgjimtarëve tonë. Nëse vini ju në pushtet dhe keni shumicë në kuvend, a keni më ndryshuar këtë ligj? Tani, unë çka ndodh me këtë ligj? Ju e dini që unë jam një deputete në shumë legjislatura dhe të paktën rregullat e kuvendit i njoh bukur mirë dhe i njoh kështu pa problem. Unë e kam dhënë premtim elektoral që nëse Partia Demokratike vjen pushtet, nuk do të pres, unë vetë do të inicoj zhbërjen e këtij ligji ose shfuqizimin e këtij ligji, plotësim ndryshimin e këtij ligji. Dhe këto e tham në çdo studio televizive, në çdo paraqitje, sepse me 6 deputet, me nënshkrimin e 6 deputetëve, unë mund ta marr iniciativën për plotësim ndryshimin e ligjit. A do të kalojnë kuvend, a do ta kemi shumicën e vota në kuvend me kalu, mbetet shihemi pas të shohim pas datës 7 qershor. A ka mundësi me bën ndryshime kushtetuese për shembull, që me preventu që kthimin e masovik serbë për shembull? Kur jemi të ndryshimet kushtetuese, unë e thash edhe një herë, ky ligj ka kalu mendimin e listës serbe. Veç nalo dhe mendoj, Po, e kanë votuar. Çaçi damshëm që ka qenë, domethënë lista serbe është bashku me vetëvendosjen për me votu. Edhe pse ndodhi kaq procedurë të shpejtë me votu, ku mund ta lashja? Ma bëni një pyetje për ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese, ju e dini si bëhen me 2/3 e shumicës parlamentare, plus 2/3 e serbëve që janë në kuvend. E minoriteteve edhe serbëve që janë në kuvend. Dhe nuk mund është ti me bën ndryshime kushtetuese pa vullnetin edhe atyne. Tani për tani. E para. E dyta, pse erdhën me procedurë shpejt? Fatkeqësisht, java e fundit e kuvendit, ose 2 javët e fundit të kuvendit, e kanë shpërfaq shumë dimensionalisht qeverisjen, tendencën për të kapë gjithçka dhe tendencën për të shtrëmbëru gjithçka televizjes vetëvendosje në kuvendin e Republikës Kosovës. Unë kam ngritë zonin kur ka ardhur ky ligj në lexim të parë. E kam ngritë zonin edhe kam shkuj, kam arsyetu këto që ka po i tham tani, kam arsyetu edhe në komisionin parlamentar. Çu kalojmë komision mas pari me ky ligj? Ja si kaloj, sepse shumicë e votave janë lëvizja vetëvendosje. Është votu është votu në komision. Është votu mas pari në kuvend, por me procedurë shpejt ka shku në komision. Kam shku edhe në komision e kam dhënë kontributin tim dhe ju kam bërë thirrje mos me votu këtë ligj. Dhe unë kam dalë fare, kam protestu, kam dalë nga komisioni, sepse është ligj i damshëm. Ka ardhur në lexim të dytë në kuvendin e Republikës Kosovës dhe për herë të parë ju kam përgjëru Albulena Haxhiut, sekretare e kuvendit dhe ushtruese detyrës së presidentes, edhe i kam thonë, do ta kesh ti fatin me nënshkruaj si ushtruese detyrës së presidentes këtë ligj. Mos e nënshkruaj, konsultohu me ekspert ligjor edhe me ekspertë të cilët e njohin historinë e vendit tonë mirë, e mos e nënshkruaj këtë ligj se është ligj i damshëm për Kosovën. Domethënë, e rrezikon sigurinë e brendshme të Kosovës, as që ka dash me ni. Dhe kjo është e dhimbshme shpejtim, sepse ata me vedi e kanë bë. Mund t'i ikë diçka, por momentin kur ti më thu mu, kujdes, qoftë edhe se është një shkallë që tu, dhe unë vazhdoj me kokën lartë dhe rëzohem, unë nuk më thonë që nuk e dita që kja jo pengesë. Unë e kam paralajmëru kuvendin e Republikës Kosovës, qytetarët e Republikës Kosovës dhe kryetaren e kuvendit, Albulena Haxhiun,
tani që është edhe ushtruese e detyrës së presidentes, e që ekskluzivitetin e nënshkrimit në fund për hyrjen fuqi të atij ligji e ka dhënë ajo. Sa i pritni gona me i marë në përqindin që ose e kthejmë këtë zgjedhje? Tani, Hajde, që shpeshe entuziazmin në teren? shpejtim. Ardhja Fatmije dhe ka rrit pak një për... Jo që tregoj unë, vetë fakti... Po bën zhurë me elektorati për dhe. Vetë fakti që komplet debati elektoral është fokusuar në përqindje, kjo është shumë e dhimbshme. Po, sepse aja përcakton mandej edhe bashkimin edhe... Jo, vetë fakti që komplet debati elektoral është fokusuar te përqindja, kjo dhem shumë. Sepse ne nuk kemi fol asnjëherë mjaftueshëm sa u dhon hapësira ose nuk janë ballafaqu kandidatët për kryeministra në asnjë debat ku bojnë ballafaqimin e ideve, përballjen e projekteve, divizionit qeveritar, po ata flasin vetëm për përqindje. Dhe kjo është e dhimbshme për shtetin e Kosovës, i cili është në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Qytetarët nuk po jetojnë, po mbijetojnë, e kanë luftën për mbijetesë, për ekzistencë Kosovë. Sa do t'i marrin përqind? Partia Demokratike e Kosovës me strukturat e saj është duke punu në teren për dalë para. Unë nuk jap sot shifra edhe përqindje hipotetike, sepse nuk e parapëlqej të lidhem prej numrave, por ajo që ka po shon në teren, mjep jashtëzakonisht shumë shpresë dhe mjep motiv mos me undal, jo vetëm ditën e zgjedhjeve, po ma shumë pas ditës e zgjedhjeve, se ky vend do të bëhet edhe ky vend do të kthehet në normalitet dhe do të ecë përpara drejt prosperitetit edhe zhvillimit. U kthy Fatmir Limaj, po e bën një algat PDK-s. Fatmir Limaj ka shpit vet Fatmiri. Fatmir Limaj ka qenë dhe është i mirëpritur në Partinë Demokratike të Kosovës. Fatmir Limaj është aktualisht kryetar i nismës social-demokrate. Unë du me falenderu për angazhimin edhe kontributin e tij që është duke dhënë teren, jo vetëm ti, po dhe të antarëve tjerë të nismës. Dhe mas zgjedhjeve të 7 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës i ka zgjedhjet e brendshme të hapura, të shohim vullnetin e zotit Limaj se a don të jetë të kthehet për një me, nëse mund ta quajmë kështu, apo dëshiron të vazhdoj me nismën socialdemokrate. U bo pak zhurmë, po hyj listë. U bo një zhurëm kështu e brendshme edhe kafeneve dhe rjetë. Gjërat e imponuara asnjëherë nuk sjellin dobi edhe rezultate. Dhe unë jam shumë e bindur që edhe zoti Limaj e ka kuptuar shumë qartë që është shumë më mirë që nuk është fut listën elektorale e para, dhe e dyta, unë jam shumë e bindur që zoti Limaj nuk është i etshëm për me pas një ulse në kuvend. Zoti Limaj garën elektorale dhe angazhimin e tij politik e sheh përtej një ulse në kuvend dhe e ka, si të themi, program kombëtar ose mision kombëtar. Në momentin që të cilin gjendet Kosova sot, me lider total të papërgjithshëm, me lider ose me politikan hajgarexhi e tiktokera, pa dosh mi ofendu tiktokerat sa ta bajnë punën e vetë, po fatkeqësisht ja kanë marrë këta politikan sot punën e tyne, do thot është mëse domosdoshme se kalibri ose profili Fatmir Limajt dhe njerëzve të cilët ka bashkëudhtu Fatmir Limaj me dekada, të jetë shumë aktiv roli tyne dhe të jetë prezent politikën e Kosovës. A ka ndonjë çamin për këtë? Domethënë po flitet ka pak që është grupi Prishtinës, grupi Drenicës, grupi Llopit, grupi ashtu. A ka ndonjë farë që si fërkimesh? Domethënë mos futja në listë e Fatmirit dhe e hapin një farë debati të brendshëm të heshtur, pa u dalë në sipërfaqe kështu. Partia Demokratike e Kosovës vitet e fundit ose që 6 vite po bëhen është përballë me sfida shumë të mëdha, me mungesën e liderëve tanë të cilët janë në Hag, ose po mbahen të burgosur në Hag, se kur po themi janë në Hag, dyqysh po tingëllon sikur atje kanë shku për turizëm, e ata janë duke bërë një betejë të jashtëzakonshme për mbrojtjen e lirisë dhe shtetësisë së Kosovës. Dhe ta them të drejtën, shpesh herë përveç kësaj goditje të rëndë që e kemi marrë, pa drejt, na jemi godit edhe anash edhe nga gjitha frontët, duke tentuar, si themi, na imponojnë krizat e paqena. Prej që jam antare e kryesisë e Partisë Demokratike të Kosovës, e deri sot kur po flas, asnjëherë nuk kemi pas përçamje, kemi pas ballafaqim idesh. Kemi pas ide të ndryshme, kemi pas debate shumë të ashpra ndoshta,
Por asnjëherë nuk kemi pas thyrje ose asnjëherë nuk kemi pas qarje. Pse e tham këtë? E tham sepse jam vetë dëshmitare asaj. Unë plot herë nuk pajtona me shumicën e kryesisë. Po edhe shumica kryesisë shpesh herë nuk pajtohen me mua. Por kjo nuk do të thotë është qarje, kjo është demokraci. Dhe kjo është Partia Demokratike. Unë e kam thonë shpesh herë dhe nuk ngurroj ta them edhe sonte. Në momentin kur unë e gjej një parti e cila është ma demokratike se Partia Demokratike, unë me njëherë do të shkoj tek ajo parti. Sepse unë vetëm atëherë kur është një parti ma demokratike se Partia Demokratike, sepse demokracia për mu ka bot kuptim dhe ka kuptim të jashtëzakonshëm dhe unë për asnjë çmim nuk lejoj që të shembet demokracia në Kosovë. Kohët e fundit na kemi pa tendenca të aparatit shtetënor për ta ngulfatur demokracinë, për ta shtypur demokracinë, për ta mbytur demokracinë. Dhe këtu duhet të reflektojmë të gjithë edhe të jemi të gjithë bashkë, sepse ky vend, kjo tokë nuk e duron zullumin. O zullum të qarë, o qëllimtar, tha edhe kryeministri. Sa mirë është që jetojmë... Dyja tha nuk shkojnë. A din, është për neve gjeneratat e reja, se unë konsideroj që jem gjenerat me fat se kemi përjetu edhe okupimin, edhe lirin, edhe shtendertimin, edhe sot mirat e asaj lirie që kemi këtu, për moshën tonë dhe për moshën temë është shumë e qartë se kush është qëllimtar e kush është zullumqtar. Për ku ne pat, kryeministri? Tani, tham të drejten, aje e pat për popullin e Kosovës, nuk e pat për neve. Sepse, për popullin e Kosovës, se ai popullit Kosovës po i servon demagogjit e tilla, po i servon prallat e tilla, po i servon humor të zi, do thoja në këtë farforme, për t'ja marrë vëmendjen nga problemet reale. Tregoma një paraqitje të Albin Kurti që ka folë për një problem real në Kosovë. Nuk ka. As para zgjedhjeve, as tash gjatë zgjedhjeve, dhe s'ka me pas as mas zgjedhjeve. Një problem real që thot Albin Kurti, po, kjo është një problem real, me cilin po ballafaqohen qytetarët e mi, dhe unë s'kam mujt me zgjedh, po do të baj maksimumin me zgjedh gjatë këtyne 4 viteve. E tha për parafri, nuk jena ma të pasin, po jena ma mirë se soj në konë. E paranoj që s'jena shumë mirë, po pak ma mirë se ime konë jemi. Albin Kurti, me politikat e ti, është mundu maksimalisht me varfru popullin, sepse vetëm kur i varfron, i shtypi, varfron, mund të edhe ti kontrolloj. Qysh për varfron këto në diasporë, gone? Hajde që në Kosovë ka mundësin është të për. Qysh në diasporë? Tani ky nuk punon vetëm me një mekanizëm. Popullin e Kosovës është duke e varfru edhe e sundu, ndërsa ata i përdor si heshta ose si marioneta për ta përqa popullin e Kosovës. Kur ka pas ndasi më të madhe se sot mes popullit që jeton Kosovë dhe ati që është në Mërgat. Ka pasë edhe pas të ujtës tensionet të jedin, që të më ka pasë edhe fërkime. Jo, asnjëherë nuk kemi pas përqarje më të madhe mes Mërgatës, mes Mërgatës edhe popullit Kosovës. Pse po ndodhë kjo dhone? Pse Mërgata jonë ose na duhet me u përqarje din këtë pikë? Ndëgjoni, du me bo një paralele shumë të shkurtër, edhe është pak e rëndë këtë që po e thamë, po është një realitet, sepse e kam jetu edhe unë atë epokë dhe keni jetu edhe ju edhe para arsit tonë. Ju e dini që na i kemi idealizu Shqipërinë. Vërtet. Ato pamje që na i servojshin në radio-televizionin e Shqipërisë, ne jemi rrit me lajmet e Shqipërisë, me filmat e Shqipërisë, me muzikën e Shqipërisë. Unë edhe sot me nostalgji dhe me ëndje i dëgjoj ato këngë. I shoh ata filmat e... Zonës na me një gosht, pa ndjene kapke atë të shënë. Do thot, dhe na i kemi idealizu. Në momentin kur ra komunizmi në Shqipëri, dhe patëm rastin të bashkëpunojmë ose të takomi me vëllezërit tonë e motrat tona në Shqipëri, e pam që nuk ka qenë krejt lule që ashtu qysh na kanë paraqit neve. Për neve sot, në Kosovë, ende flasin me nostalgji për Enver Hoxhën. A po thu që edhe kjo është një lloj propagandë komuniste që po përdor qeveria dhe... Absolutisht është kjo. Ju e pat edhe paraqitjen e tij të fundit me keqpërdorimin e asaj vajzës që ja boni në tubimin e tij elektoral. Mund vjen shumë keq prej sajna se ajo ka më u bulizu të njëjtën prej moshatarëve të vet. Ashtu është fëmijë ka pas pasjer me dal pak në skenë dhe e ka Ajo s'kishte, një fëmijë nuk din me mallku shpëtim.
A ke pa fëmija është letër... Ka kupave dje. Fëmiju është letër e bardhe pa shkrume. Çka të shkruish në taj që Len shaj, len gjurë. Len gjurë. Fëmijët ka njerë bojnë do gjonat pa mendumes, janë fëmijë. Dhe nuk arsëtohet kjo. Prandaj nuk kanë drejt fëmijët me marrë vendime deri në 18 vjetë. Kjo i rembel emocione me dorë. Për ndryshe do t'i kishim fëmijët të i garu për politikë, po s'kanë të drejt. Ti vjen për Drenicës, për zonët Drenicës. Unë vi prej mendësisë së Skënderajit. Pa tensione pak në Drenicë kohën e fundit. Ka njësia speciale. Pa të edhe një përplasje fizike. Pse po ndodhë Drenicë? Pse ndodhë në prag zgjedhje? Pse këtë pozita edhe këtë kështuaja vorbulli politik merret me Sami Lushtaku? Nuk është hera e parë që Albin Kurti vjen me policë me maska edhe me armë gjata në zgjedhjen Skënderaj. Është hera e dyta, e tretë kjo. Dhe tham të drejtën nuk është ndonjë rrezik për neve, sepse Albin Kurti atë zonë e ka të izoluar. Jo dini, gjatë gjithë mandatit e tij nuk ka nda asnjë mas buxhetore për projektet e Skënderajit. Do të thonë, ai ndon buxhet për Skënderaj vetëm ato që e ka për paga edhe për material shpenzues që i duhet komunës me funksionu edhe administratës, që nuk mundet me nal ato, se ja garantojnë ligji në bazë të kushtetutës edhe ligjit Kosovës. Ishin 100 miliona që i ka patit komuna Severin, domethënë për kthim të mjeteve. Në Kosovë janë 100 miliona që i kanë marrë komunat me padi në buxhet të Kosovës, diku mbi 300 miliona. Po, është e vërtetë, sepse ky nuk e ka nda drejt buxhetin. Nuk e ka nda proporcionalisht siç ndahet buxheti. Kthejmë Skënderaj. Kemi nejt 6 orë në kuvend duke prezantu amandamente, jo vetëm për Skënderajin, por për gjithë Kosovën dhe asnjë amandament nuk ka kalu. Ka qenë në procedurë projekti i ujit në Skënderaj që ka bazën në Brust Mitrovic, një impjant i cili do ta furnizonte jo vetëm Skënderajin, po edhe Drenasin që ka problemet mëdha me ujë, dhe në momentin që ka ardhur kënë qeveri e ka ndërprej. Është kryer ajo masa e fizibilitetit dhe është ndërprej aty edhe asnjëherë më nuk e ka vazhduar atë projekt. Sot asaj dite qytetarët e Skënderajit vujnë për ujë të pishëm, që është baza për të jetuar. Dhe kthehet vëmendja tek përleshjet në Skënderaj. Të tham të drejtën, provokimet e Albin Kurti ndaj Skënderajit nuk kanë qenë të pakta asnjëherë. Vjen keq që ka ndodhur ajo. Unë kam thënë edhe në takime të tjera distancohen prej dhunës. Çfarë do qoftë ajo dhe ku do të ndodhë, jo vetëm në Skënderaj, po në gjithë Kosovën edhe përtej Kosovës. Dhuna nuk është mjet me të cilin duhet zgjidhen problemet. Ka pasur në kuvend dhuna më herët, ka pasur edhe përplasje fizike dhe ka pasur edhe... Mund vjen shumë keq, po një kryeministër që e ka marrë pushtetin me dhuna, i vetëm me dhunë lëshon pushtetin. Pse po thu kryeministri? S'ka fajnë është për këtë pjesë kryeministrin, është akter tjerë që në ditë në Skënderaj. Në momentin kur një kryeministër nuk distancohet nga dhuna, ai bëhet pjesë e dhunës. Një kryeministër i cili nuk distancohet nga gjuha e urrejtjes, po përkundrazi, për hap gjuhë të urrejtjes, ai është pjesë e dhunës, edhe e skenarit në përgjithësi. Pse bëhet target vetë Sami Lushtaku për shembull? Dëgjoj, kundërshtari kur nuk ti prek pikat e dopta. Ai godet në kokë. Do të thonë pikat e forta. Pse në kokë? A është koka Sami Lushtaku? Sami Lushtaku është koka jo e Drenicës, jo e Partisë Demokratike të Kosovës, por është ndër kokat ose ndër njerëzit më të rëndësishëm të gjitha proceseve dhe historisë të Kosovës. Nuk diskutohet kjo pjesë. Dhe vetë fakti, pozita e Sami Lushtakut në historinë e Republikës Kosovës e tmerron Albin Kurtin. Pse po thuhet tmerron? Pse do të më tut Albini dikujt? Jo, ai nuk i tutet, ai e xhelozon. Ai e sheh ëndër. Pse? Pse nuk është pjesë e historisë, nuk ja ka marrë në kohën kur u dasht. Me qenë pjesë e historisë nuk ja ka marrë, prandaj sot tenton dhunshëm të futet në histori. A është veteran Albin Kurti? Veteran i rrejshëm është. Që shka mundësi me koni rrejshëm? Është një proces i hapun. Ku ka qenë, në cilën brigadë, në cilën front, ku ka marrë pjesë, në cilën betej. Bashkëpartia ju i tha që ka qenë pjesë. Mirë, tregon ti mu në cilën betej ka marrë pjesë Albin Kurti. Aty nuk e diu, mund me ditë sigurisht komandantë e tina, ose... Ju më pyetët mua, a është veteran, dhe unë ju pyeta juve në cilën betej kam. Qëtë ma me pa, në cilën betej dhe unë jam gjendje me kërku falje publike. Unë nuk jam si Albin Kurti. Unë nuk jam si Albin Kurti me mashtru qytetarin,
Me thonë të pavërteta edhe kur as mos m'ju kërku falje publike. Gjema në cilën betej ka marrë pjesë, unë kërkoj falje publike, që thash Albin Kurti është veteran i rrejshëm. Albin Kurti është veteran i rrejshëm. Po thua Albini, kur s'ka ka push me dhe organe, s'kita informacion kështu prej... Asnjëherë. Ma dje kam edhe informacione kur ai edhe ka refuzu me marrë. E ka refuzu Po, pushkën. edhe ka thonë deklarativisht, na nuk jemi për pushkë, janë disa video të cilat ai ka sot shfaqen në për rrjetet sociale. Janë virale ato. Gone, çka pi premtoni qytetarëve për më ju votu në këtë mandat? Çka i premton PDK-ja dhe ti konkretisht në këtë rast, që sonte jemi... Dëgjoj, unë jam pjesë e Partisë Demokratike të Po, Kosovës. Ajo çka i premtoj unë personalisht është që do të vazhdoj të jemi jashtëzakonisht e zëshme. Je kon aktive, dhe të nuk diskutohet, adresoj çdo çështje që respektu vjen. Këtë pjesë. Falenderoj shumë. Çdo çështje që vjen adresohet, domethënë që adresohet nga qytetarët e Republikës Kosovës, unë do ta çoj në Kuvendin e Republikës Kosovës, do t'i jep zonë, do të kërkoj zgjidhje të problemeve dhe në bazë të numrit e votave dhe do të ofrojmë zgjidhje në Kuvend. A mendoni që keni më kon fuqi? Sa i përket Partisë Demokratike, vendimorse. Sa i përket Partisë Demokratike, ndalen vetëm mos t'i hyjnë hak. Po, domethënë, Partia Demokratike në programin e saj e mbështet në 4-5 shtylla, e që janë në rend po zhvillimi ekonomik, rritja e pagave, që është shëndetësinë e kemi skandal, mbi gjitha e kemi arsimin skandal. E keni pas për shëndetësinë disa vjetë, e keni pas Jo, e kemi pas një vjetë e gjysë, e kemi pas, nuk po ka të më shumë. Ma shumë si një vjetë, ose pak ma shumë. Një vjetë e gjysë, ato di hajde 2. Po 2, e keni pas Jo, nuk e kemi pas ma shumë shëndetësi. E keni pas arsimin. Kemi lanë gjurmë në shëndetësi. Edhe sot, projektet e Partisë Demokratike të Kosovës përmes Urani Ismailit që janë zbatu në shëndetësi, edhe sot përmenden, sepse kanë lanë gjurmë. Cilat janë këto gone, këto projektet e Uranit? Jo, janë të gjitha ndryshimet që i ka bën në të gjitha dikasterët saj përket shëndetësisë. Dhe në momentin që ka fillu faktikisht me punu, ju ka dashur në ndërprej mandatin dhe prej atëherë na nuk jemi më në pushtet. Në arsim, e kemi arsimin katastrofë në çdo nivel. Qështu s'ka gjambati gone, në këtë që bu kestash. Tasha do të më pajtu me vazhdu qështu. Jo, ki drejt, se nas kina pas edhe shkolla shpëtimi, kina pas shkolla në kontinjerë, është dashmi në të shkollat fillimisht. Me që banka në ato shkolla, me kriju ngroje. Jena në fundin lisë disa vjetë. Vetëm pak, unë thash, i kemi pas shkollat e Djegora, u dashmi ndërtu shkollat, me kriju kushte mas pari teknike e administrative. 2010 jenë ndërtu shumica shkolla nëse nuk ka baj, 2010, 11, 12. Nuk ka pas godin shkollore në Kosovë që... Dhe tash e është koha për ngritje të cilësisë. Fatkeqësisht, na sot i shohim këta ministrat që kanë qenë ministrat arsimit, i shohim antarët, ndoshta të Komisionit për Arsim, i shohim fushatat elektorale, dalin flasin digitalizimin e shkollave. Po. Shpejtim na po jetojnë në Kosovë. Vërtet. Dhe fatkeqësisht, e tham përmes këtij emisioni, nxënësat tonë nuk kanë WC funksionale në shkolla. Edhe kjo është. Nuk kanë ku mi pastru durt nëpër shkolla. Dhe e kanë gjetë si mbulueshmëri këtë digitalizim. Pse e thonë? Sepse është e kohës. Digitalizimi është e kohës, është nevojë, është detyrim. Është detyrim sot që na të jena në hap me teknologjinë. Por nuk mund të flasim ne për digitalizim kur nuk i kushte bazike. Shkollat tona ju mungojnë kushtet bazike dhe këtë që po e tham, na vërtetoi edhe vetë presidentja e Kosovës, e cila i mori vajzat prej një shkolle profesionale si vajzat presidentës dhe i qoj një shkollë private. Nuk ofroj zgjidhje, nuk sensibilizoj opinionin, nuk kërkoj nga qeveria dhe Ministria e Arsimit që ti rregulloj këto probleme dhe ti sanoj këto probleme. Prandaj na do të merremi fillimisht me problemet bazike. Fatkeqësisht i kemi këto probleme bazike. Mungon ujin shumë shkolla shpëtim. Mungon shkolla, mungon shtëpi hala, mungon prandaj ne duhet të kthehemi te elementet bazike që i mungojnë qytetarëve për me jetu. Gjithandej ne për Kosovë sharron mbeturina. Kosova është e vogël në metra katror dhe me pas gjithë këtë kubikazh të mbeturina, kjo është e papranueshme. Kjo është keq menaxhim. Do të ambienti të është skajshmerisht e rëndë. Tu ka fa edhe komuna. Më thonë se si në komunë që shkone ki gati si të prafër. Kjo shkon zinxhir o shpëtim. Po, esakt. Zinxhir, i zoti shpis, kur nuk prinë marë, kur nuk ndonë buxhet mjaftueshëm, e din çka ju ka bu shkolla me kontrata kolektive mëre? Çka ju ka bu? I ka shkatru, sot nuk kanë shkollat në disa komuna, nuk kanë mjete as për shkumsa dhe shpuzat thjeshta.
Mos flasim për diçka tjetër. Tash me telefon po shkruajnë. Do thonë nuk kanë më shumë. Ja ka marrë të gjitha mjetet përmes borxheve që i kanë pas për kontrata, i kanë marrë përmes përmbaruesit. Domethënë komunat janë me zero buxhet, me menzi mbijetojnë, administrata me menzi funksionon. Thjesht ka kryetar të komunave shpejtim që vetëm kujdestarojnë komunë. Nuk kanë mundësi asnjë lëvizje me bë. Në përmirësimin e jetës së jo, nuk janë zë komunë, janë komunat ku nuk qeveris lëvizjave të vendosje. Ne kemi rastin e Gelanit, për shembull, ndul me statistikat të qeverisë se është me performancë dopt. Edhe në transparencë, edhe në shërbime publike, edhe në... Po këto janë kuadrat e lëvizjes vetë vendosje. Do të thonë ke statistikë që këto janë kuadrat, dëgjoj, që tash për me vërtetu këto. A dul Gjilani që udhëhiqet nga vetë vendosja me performancë dopt. Dopt ka pas dalë Mytahira Skuka në Prizren, ju e dini. Dopt ka dalë Agim Bahtiri në Mitrovic. Dopt ka dalë Shpend Ahmeti në Prishtinë. Që ka mundësi që Ramizi me dalë gjithmonë ndërpart. Dëgjoj, këta nuk kanë ide se si qeveriset. Këtyne kush puna marë për një punë nuk ju ka thonë. Ma shumë ke punu ti, e ma shumë je paga ti në këtë studio ku punën, se sa që ka bo komplet lëvizjave të vendosje. Pra ndaj po të thamë, këta nuk dinë me qeveris, po edhe nuk duan me qeveris. Këto është problemi. Pse nuk dojnë, Gone? Pse nuk dojnë? Haqe s'po dikan për shumë. Kur dojnë edhe mëson. Po këta nuk dojnë mas pari, pas ta edhe nuk dinë. Pse nuk dojnë? Pse këta e dinë që është ndalushme me dhonë kontrata një burimore në rtavolinëse që ka dhonë. Janë disa që lejohen. Sepse përfitojnë. Janë disa që lejohen. Qindra kontrata, deri sa vlerë. Blera nuk e di sakt, më me gadu, po janë disa... Jo, kontrata milionëshe. Specifik disa kontrata milionëshe, një burimore, prej zeros që fillon një projekt nuk lejohet. Po aty vidhet. Aty vidhet, aty përfitojnë. Dhe shumë alet është, me lonë që shto halakanta në ondë, edhe me fitu për vete edhe ditën e mirë. Kriminalizmi tha që... Na i kemi sot problemet e jashtëzakonshme në sektorin e sigurisë. 80% e automjeteve në FSK i kite pas servisume, ma thonë gjdo dit ushtarët e FSK-s. Kej probleme në policitë Kosovës, duke fillu nga këpucat që s'kanë me madhë, e deri të sigurimet shëndetësore edhe sigurimet e moshës. Ditën punën policë e ushtarë, natën punën kamarjera, taksista, rojtare. Si mundet një ushtarë me të kujdestaru kur ka punu të natën taksist? Nuk mundet me kryaj punën e vetë. Si mundet një polic me qenë aktiv e fleksibil në punën e ti, kur ka punu ditën polic e natën du të me punu rejta. Që shukon kërë qeverisë jo kone, o kone njëta? Jo, nuk ka qenë njëta. Pse? Pse ne i kemi ngrit pagat për policinë e Kosovës 50%, i kemi ngrit pagat për ushtrinë e Kosovës 50%, i kemi ngrit pagat për shëndetësinë 60%, i kemi ngrit pagat për arsim në gjitha nivellet 100%. E po thu, ke qeverisë ka zvoglu pagat ta? Jo, kjo nuk i ka zvoglu pagat, po është rritë standardi jetësor, është rritë shporta bazike, jenë rritë nevojat, është trajtu rryma, është trajtu uji, jenë shtrajtu mbeturinat, është trajtu tatimin pronë, jenë shtrajtu artikuj të ushqimor, shko sot blej diçka me 20 euro në market. S'le me hiq e më? S'le hiq me hiq. Jo, bësat këtheu. E po prandaj, po thamë. Këtheu, thët. Dhe ti dush me hiq paga e qytetarit të nëshku ka shik. Këtë pakon. Edhe i zjedhi problemet. Po, edhe i zjedhi problemet si pas jush. Po, nështë ta i ka zbut pak. Po, këtë pakon, do më thonë, qytetari, a ka me pagu rrymë gjdo muja, a ka me pagu vetëm kur ka zgjedhje. A ka me pagu ujë gjdo muja, po vetëm kur ka zgjedhje. A ka me pagu të tatim gjdo vit, a ka me pagu mbeturina gjdo muj, a ka me hangër gjdo dit. Do më thonë që po i bjen kjana ma mirë me që bene gjithë gjdo muj. Jo, i morim ka pak pare. Në bas të logike se Albin Kurtit, po. Po në realitet, një vend që shkon çdo 6 muaj në zgjedhje, është i pasigurt. I pasigurt për qytetarët me kriju jetë në Kosovë dhe i pasigurt për ata të cilët janë të interesuar qoftë me investu në Kosovë, qoftë me ardhur turista në Kosovë. Sot një turist që niset për me ardhur në Kosovë merr edhe e mas pari lexon për sigurinë vend. Ti nuk shkon me bë turizëm në një vend të pasigurt. Ti nuk shkon me bo biznes një vend pasigurt. Ti nuk shkon me investu në një vend pasigurt. Në këtë formë, se si po qeverisë Albin Kurti, Kosova në hartë është e pasigurt. Dhe nuk konsiderohet si një vend që ka siguri normale. Po thu që se kemi siguri normale, na? Po si është? Unë nuk po thamë, është realiteti. Një vend që shkon çdo 6 muaj në zgjedhje,
Nuk është i sigurt shpëtim. Po janë organe shtetërore që nuk lëvizin, është policia e Kosovës, është ushtria e Kosovës, shërbimi informativ, këto janë pjesë të cilat nuk e nënshtrohen këtu me zgjedhjeve. Ish dash që i mos bojmë më na. nështru. Po thup që janë Ish dash kapë mos në më thua. nështru. Përderisa ty të vjen njësia speciale në 2 natës në Skënderaj, edhe thot kemi ardhur na me pa për tabelat makinave se kush janë të regjistruar, kush jo, ose kemi ardhur na në qershor, në maj në realitet, në Skënderaj me armë gjata e me maska, se ka me ushtu fluksi i mergatës që kanë me ardhur në verë. Kjo flet shumë për sigurinë Kosovë. Cila Kosovë. Skënderaj që nuk duhet më instalon Prishtinë. E tha, Edhe një herë lutem? e tha ministri Që nuk duhet? Që nuk duhet më arni me ata prej asaj janë me mendsinë e Dëgjoj, Skënderajit. e para, në mendsinë e Skënderajit jam rrit, jam eduku edhe jetoj çdo ditë, frymoj me mendsinë e A je Skënderajit. pishman mas pare që je e mendësisë të Skënderajit? Është pyetje shumë ofenduese kjo. Po jo, se kjo është pyetje shumë e rëndë, lutem. Domethënë kur përmendet mendësia e Skënderajit, po du me ditë cila është kjo mendësi dhe Po, nëse që unë është e tregoj keqe, cila- besoj që je pishman, nëse është e mirë, besoj që je shumë kanare. Jo, unë e para jam rrit në mendsinë e Skënderajit që mos me bë dallime mes qytetarëve të Kosovës. Për mu, Kosova është një sin Skënderaj, sin Hantelezit, sin Prizren, sin Mllap, sin Mitrovic, si çdo vend të Kosovës, është Kosovë dhe është e njëjtë dhe kam dashninë edhe respektin për secilin. Tani, vendi ku je lind dhe je rrit, i ka emocione tjera. E para, e dyta. Tjellë me një farë pjesët Po, karakterit. mendësia e Skënderajit, që e thamë unë e karakterizoj në disa pika, është për liri, për shtet, për demokraci, për emancipim, për kultur, për vlerë. Nëse këto janë gabim... Ata shtoj edhe njone, për sakrificë. Nëse janë këto gabim, sakrificën e futa te liria, sepse liria pas sakrificë nuk vjen. Shteti pas sakrificë nuk bëhet. Demokracia pas sakrificë nuk mbrohet, sepse për me mbroj demokracinë duhet me duru edhe çiftën asaj që e ofendon mendsinë e një treve. A jeni e ofendume? Ti dhe krejt qytetarët e zonës Skënderajit. A ka tentua jo të na ofendoje? Po. A na ka ofendua jo? Po. A jam një unë e ofendune? Asnjëherë. Jam jashtëzakonisht krenare që i takoj asaj toke, që i takoj aty në njerëzve, dhe thjesht jam jashtëzakonisht krenare mas pari të nis prej familjes tem, qoftë ka nana, qoftë ka baba, që s'ma halon as një njollë. As edhe një njollë të vetme, as kombëtare, as institucionale, dhe jam jashtëzakonisht krenare që jam lind në atë vend, edhe jam rrit me ata njerëz të cilët kanë dëshmu çdo herë mikpritje, dashni për vendin, e thedhe të sakrificë për kushtim dhe çdo ditë e ma shumë punojnë për paqe edhe për Gone, pse duhet mu ataku vazhdimit Drenica? A mendon që s'ka dhënë, a mjaftueshëm që me u amnestu njerë për gjithmonë prej çtyne sulmeve të panevojshme prej njerëzve të cilët janë bartë funksioneve të këtij vendi? Ndëgjoni, Drenica ose kryengritja e Drenicës. S'po flasim për të fundit, po flasim prej kryengritjet, po e vazhdoj, kryengritjet e Drenicës, e që në luftën e fundit, fatmirësisht Drenicës ju kanë bashku edhe Dugagjini, edhe Llapi, edhe Anamorava dhe krejt Kosova, shumë kujtja kanë prish rehatin shpëtim këtë vend. Se çfarë rehatie ka pas këtë vend? Për ta ka qenë për kohën e para luftës. Dëgjoj, për ta ma të pranueshëm, për këta që e shohin Drenicën sot, ma të pranueshëm kanë qenë ata që sot nuk janë këtu. Po thu serb. Ata me armë gjata që kanë qenë përpara këtu. Ata të cilit me një zastav 100 nisha që shukon ta kanë botë të lash një Prishtinë. Një Prishtinë ta kanë botë të lash, për ata që ofendojnë Drenicën, ma të pranueshëm kanë qenë ata se sa sakrifica Drenicës. Prandaj na i kuptojmë ata kur na shajnë dhe kur na ofendojnë, po na nuk njemi të ofendumë. A mi i kuptojmë, se mi aprish rehatin. Nëse na i trajton këtë vend, duhet muni kanë bashkim vllaznimin. Ne kina prish bashkim vllaznimin. Dhe kur tham na, nuk po foli për veti, po foli tash si rajon këtë rast. Brezat, rajoni. Dhe ata që guxojnë me ofendu Drenicën, ata që guxojnë me fy Drenicën, ata nuk kanë gjak të shqiptarit.
vjen shumë keq që tham këto, por nuk mundem ndryshe me perceptu edhe me akceptu. Thjesht, mund vjen keq që jam kena prish rahatin, dhe njëkohësisht jam shumë krenare, shumë krenare, që i shoh duke u përpëlitur në këtë formë, që nuk kanë mundësi me dalë prej asajna membranës cilës janë të mbështjellur, edhe pararësit e tyre, edhe këta sot. Gane, qysh po e lexon ti që fluksin e komentuesve kanë njerëz se dhe ti e atakuar shpesh prej komentuesve, kështu që mund kanë me pas sjellje edhe vulgare. Po është një pjesë e madhe njerëzve që kanë herë kështu masivisht sulmohen. Në këtë rast është jeni ju, është Ramush Haradinaj, është Samir Lushtaku, mandej pam edhe komente që tentun ka pak edhe Rifat Jasharin me ofendu. Pa dash me i thonë që këta komentues janë këti tabori, se të këti tabori. Po më në është një farë gjuhe... Ja, të dihet hajt. Një farë gjuhe kogja e rrezikshme dhe kogja e vrarë dhe kogja e gërdisme me e po. Tani, strumbullari kësajna, ose bërthama kretë kësaj, dihet, vjen prej Greqisë. Kush janë grekt? Jo, është Dejona Mihajli. E pse pe Greqisë Dejona? Dejona Mihajli, dëgjoa, një Dejona Mihajli, që e bind Albin Kurtin, ma shpesh me shku në Greqisë në Shqipni, mos më thujti mua është e Shqipërisë. Dejona Mihajli, ju e dini, ka qenë person i cili ka qenë në grada në Kosovë. E ka pas ndalume me hynë në Kosovë në qeverisë se Zotit Mustafa. Po, e ka pas ndalume me hynë në Kosovë, sepse është para po si person i rrezikshëm për sigurinë e vendit. Tash, Dejona Mihajli nuk ecë me Kalashnikov në për sheshet e Prishtinës. Por, Dejona Mihajli është rrezikshme sepse e ka mbjell këtë farë në Kosovë duke i kontaminu klimën politike në Kosovë me njerëz të tillë dhe për publikun ndoshta, ju i keni pas gjithë ata që fliqin, kështu, me fol me gjuhën popullore, në për rrjetet sociale, këtë janë të paftyra. Komplet janë të paftyra. Po janë kështu... Jo, këtë janë të paftyr janë. Të paftyr pa identitet. Ata nuk kanë identitet. Hëti. A i limon me këtë pjesë, a është një njeri që merret me këtë farë puna, janë disa njerëz apo është këtë masa, se është mos e madhe, nuk mund e Dejona mi kontrollu kaq me dirigju si me komandë. Jo, kjo është aparat. Aparat? Kjo është aparat. Do rrinë do njerëz me një vend, edhe komendojnë. Kjo është aparat, kjo të regu publikisht, ka deklaru Florin Krasni që ka thonë vetë këmë blej kompjutera me shti 33 me shan njerëzit. Dhe këta i prodhojnë atë dhomën e ertë, dhe pastaj i shpërndojnë knejnë dritë. Por, veç në luksyri, i ki krejt fjalit e njejta. Fjallët e njejta që përdorën, sharje, fyrje, banalizma, i ki të njejta, janë dikun 5 fjallë dhejt, mas shumë të 10 fjallë, nuk ka ma shumë, që atu përseritën, multiplikohen, i multiplikohen logaritmi tyne. Prandaj, nuk pres ma mirë për një Greku, as për një Rusi, as për një Serbi. Nuk pres ma mirë. Kush është Rusë e Serbë këtë rast? Dëgjo, për mu Rusë e Serbë është gjithë aj i cili zbaton politikat e Rusisë dhe Serbisë. A kjem na njëri që i zbaton këtu politikat me në tonë që është barth i funksionëve të këti shteti? Dëgjo, unë nuk e di që kena shtet armik tjetër përveç këtyne. Ti shtet armik e kemi Serbinë, mbe shtet Serbisë janë Rusia dhe Greqia, të cilët ende nuk e kanë luft shtetin e Kosovës. Që janë të afërt me Kosovën. Lajme kundër shtetit Kosovës prodhon edhe Beogradi, 7 lajme nditje, dhe Rusia 7 lajme nditje, dhe Greqia 7 lajme nditje. Edhe? I prodhon dhe fatkeqësisht mendimin e këtyne njerëzve për cilët folëm e ti aparati ato shpërndan edhe multiplikohen. Tregon cilit shqiptar i duhet me shoh djalin e Shkelzen Haradinaj ditën e martesës. Ja, është të mërshme. Me ofendu Suzanën bashkëshorten e Shkelzen Haradinaj ditën më të shenjtë unë e bile ka mendu që na u dash me shku të kulla këtë gjysa popullë dhe disë për hermi abo, edhe mu këthy. Unë e menoj qashtu, e koncentroj qashtu. Cilit shqiptar sot i konvenon me shoh Ramushin, me shoh Hashimin, me shoh Kadrin, me shoh Rifat Jasharin. Tregon cilit shqiptar. Asnjëne. Sidomos në baza kombëtare, në mund me thonë që ka qeveris dopt, ose është një mirë, po... Unë jam shëru moti nga këtë problem, s'kam asnjë problem, ata le të shojnë, unë e kry punët e më, unë i kumë tregu që sharjet, fyrjet, ofendimet,
ato montazhat që i bojnë për rrjetet sociale prej... Po veç po ka Qindra njerëz lloje, fizik që po arrestuar mandi po shkojnë në gjykatë gona, Po nuk tani janë po kërkojnë falje, po nuk janë krejt kajnë. moto, domethënë nuk janë krejt makina. E këta që që po shkruajnë. shkojnë gjykatë janë shumica që janë të mërgatës, që fatkeqësisht binë prej e propagandës. E provokimeve. Unë nuk pa në ajo të Kosovës që ka shku në gjykatë. Ndoshta edhe ka shku, por nuk pa shumë. Shumica kanë ardhur. Unë vetë kum pas rastin me një të mërgatës. Ke shku në gjykatë? Po, më kërcënon përmes telefonit, më shantazhon përmes telefonit, edhe shkova mrena 30 sekundave e bona një padi, do më thoni kallëzim bona, Penal. edhe e vërtetun kush është, e gjetën kush është, më thërë, na një, thash jo, a e takuna i heri jo, se se njëfsha. Asat se një, mundet që të me mdalë për para, nuk e një. Erdë Kosovë mas 5-6 mujve, arrestun, shku në gjykatë, kërkoj falje. Aja fale? Jo, unë nuk ja fala, sepse kërkim falje ati ishte më liru nga procedurat, nga masat, nuk ishte kërkim falje sinqert. I pagoj 5.000 euro dhe shkoj. Kune e pagoj? Gjykatës? Shtetit, jo mu, asë njerë. Se unë s'kam bo pa di civile, jo, s'kam bo pa di për dam shpërblemon. Unë e kam paracit sepse e kam marrë kërcnim. Ata që kërcnojnë, unë i baj kallëzim penal. Shqiptari maj madhi gjallë i ditëve të sotit. Në Kosovë e ki fjallë. Shqiptar, ku do që është? Hashim Thaçi. Hashim Thaçi. Për i gjallëve po flasë. Për i gjallëve. Se e ka bo historiat madhë. Hashim Thaçi ka qenë në momentin e duhur, në vendin e duhur, kohën e duhur, edhe sot e ke nga brezi sidomos që kemi jetu me ta, unë mendoj që shqiptari maj madhi gjallë, derin këtë kohë kur po flasim, është Hashim Thaçi. Nëse del ta shëtutje ndoj një, do ta përmendim prapë. Qka do të me baj? Aj tjetëri. Unë besoj që nuk ka me pas më shqiptar që ka me luftu për liri. Shpresojmë që mos me pas nevoj. Nashta kemi me punu fort për me mbrojt këtë liri edhe këtë shtetë. S'ka mi dha rasti më ndë një shqiptari me shpallë pavarësin, që ka shpallë Hashim Thaçi. Kështu që vetë këto dy elemente e bojnë shqiptarin e gjallë, i cili është me peshen më të madhe historike e kombëtare në Kosovë. E i vdekër ose Iran për këtë vend? Tani, janë dy figura ikonike që shkojnë paralel, është Skenderbeu edhe është Adem Jashari. Skenderbeu, për epokën e tij, Adem Jashari, domethënë është, unë mendoj që Adem Jashari i tejkalon edhe për masat e Skenderbeut, pavarësisht dimenzioneve të luftrave që kanë bë, sepse Adem Jashari ka arrit me përmbyll atë, po sakt me kurorzu komplet atë rrugtimin shekullor të shqiptarëve, domethënë edhe ka arrit me përmbyll edhe rrugtimin e lanë të përgjysëm të Skenderbeut edhe shumë patriotëve tjerë. Dhe për mua, domethënë dy figurat emblematike, ikonike, do më thonë, legendare, ose si dos, gjej fjallë mi avdhon emrin, janë Skenderbeu dhe Adem Jashari, edhe pse, do më thonë, kur jem të historia e Adem Jasharit, thamë të drejten, është shumë vështirë me përshkru si histori. Me besu mas pari si histori dhe si realitet. Ashtë sublime që. Tash edhe këtu nuk i dhënuam kur i helmon për shembull Albin Kurti këta tritë dhe trejat, për me ofendu ushtrin shqiptare të Kosovës. Sepse ne kemi jetu epokën Adem Jasharit. Mosha na ka dhënë atë satisfakcion jetësor. Jo, po du me dalë dikun tjetër. Po du me lidh me gjeneratën e re. Na kemi jetu atë, kemi pas atë satisfakcion jetësor me jetu në epokën Adem Jasharit dhe arritja e sakrificës edhe luftës edhe përkushtimit edhe angazhimit të Adem Jasharit me shok, arritja është e pashpjegueshme, është e papërshkrueshme, është e i paimagjinueshme. Do djem të rinj që atjen qatë mendësin e Drenicës. Pak edhe ata. Pak, ngrijen, zoni tyne jehon krejt botën, e bindin edhe Aleancën Veriatlantike, që është NATO, Superfuqia. Në Kosovë, superfuqi. Kjo është e paimagjinueshme. Që e lufta e Skenderbeut ka qenë ma gjatë, ka qenë ma rëndë, ka qenë kohra dhe në rrethana tjera. Betejat e tij ma dihen. Po. Por arritja edhe kurorëzimit që ka bërë Adem Jashari
unë ti edhe gjenerata Adem Jasharit e ka vështirë me gjetë fjalë, sepse nuk ekzistojnë fjalor për me përshkru madhështinë dhe suksesin e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës, sepse lufta e Adem Jasharit nuk i ka shliru veç Kosovën, i ka bashku shqiptarët gjithandej botës, gjithandej globit. Dhe unë i kuptoj ndoshta trit që nuk e kuptojnë peshen, rëndësinë dhe rolin e ushtrisë qytetare të Kosovës. Edhe pse, fatmirësisht, çdo ditë që po kalon, prezenca e logos së ushtrisë qytetare të Kosovës të rrit po shkon duke u rritur. Mund knaqet zemra kur hi me një kafeteri, shoh plot 33 të cilët e kanë në telefon logon e UÇK-s. Më knaqet zemra kur shoh trit që veshin bluza me simbolet e UÇK-s të Adem Jasharit, sepse nuk guxojmë që ky brez me u infektu nga gjanat të cilat janë periferike e të cilat e shkatrojnë. Gjithçka që kemi këtë vend është si rezultat i lirisë. Pa diskutim, dhe sot që po flasim këtu, na duhet të jemi falënderuese dhe mirënjohës luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës. Gone, në një rast të mundshëm pas zgjedhjeve, PDK dhe vendvendosjen qeverisje. A isha shku zëvendës kryeministre e Albin Kurtit? Po flasim kështu hipotetike. Jo, e tham me vendosmëri e me vetdijet plot që asnjëherë, unë nuk pranoj me qeverisë me Albin Kurtin. Asnjëherë? Asnjëherë. Po flet tash si subjekt politik, si person fizik brenda... Po flas sot për 20 vitet e ardhshme. Do më thonë, ju nuk ti këtë rast, personalisht, nuk qeverisë. Jo, Ganimete Musliu nuk pranon të jetë në një kabinet qeveritar me Albin Kurtin. Pse gone? Nëse sekretari ju të thot po, duhet me shku dhe po bëjmë një marrëveshje qeverise. Unë besoj që e kam dëshmu që di kogja mirë me nda gjanat. Para Ganimete Musliut në një subjekt politik për mu është partia në këtë rast. Dhe interesat e mi si këmë këshyra asnjëherë karshi asajna që është e përbashkët, që është partia demokratike, por në raport me Kosovën, gjithmonë para Partisë Demokratike është Kosova. E keni pas një slogan se pali Kosova? Jo, është shumë e vërtetë dhe ndoshta ka qenë ai slogani më shumë që e kam dashur prej gjitha sloganeve të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe unë besoj e kam dëshmu këta dhe kur ka qenë pyetje gjykata speciale, unë kam refuzuar me votu gjykatën speciale. Do të thonë ke kundërshtuar edhe mendimet e partisë tonë? Absolutisht po, absolutisht po. Dhe edhe sot, unë mendoj që Albin Kurti është i damshëm për Kosovën dhe nuk ka mendim ose nuk ka qëllim të mirë për Kosovën. Dhe duke u nis nga ky parim, unë nuk pranoj të jem në një qeveri me Albin Kurtin. Çka mendon për ish presidentën? Një kryeministër i cili e rrit vajzën në një shtet evropian, e keq përdor fëmijët e Kosovës në fushata elektorale, nuk e meriton me u bashku me të në qeveri. Ka plot fëmijë që të njerëzve që janë pushtet që jetojnë. Gjema një kryeministër, cili do vend, një kryeministër të cili do vend gjema, që qeveris me një vend dhe fëmijët i rrit në një vend tjetër. Nuk ka. Po ndoshta për shkak të bashkëpunës që jeton jashtë vendit. Po mirë dhe po një kryeministër që nuk bashkjeton me familjen e tij, që nuk bashkëndjen me familjen e tij, që nuk flen e nuk zgjohet me aromën e familjes së tij. I ka prind. Nuk e meriton me qeto. Nuk jeton me prind, po nuk jeton me prind, a jeton vetë. Shumica njerëzve tonë tash me prind nuk jetojnë, mo, sepse aktiviteti i tij. Pse po miri, po shumica e njerëzve tonë me bashkëshorte jetojnë, edhe me fëmijë jetojnë. Ai nuk e sheh vajzën e vet u rrit. Do të viziton më shpesh ose më shpesh. Dëgjoj, na mujna me gjithë shumë ndoshta, po na po flasim parim. Po e përsëris, një kryeministër që fëmijën e vet e rrit në një shtet evropian me gjitha të mirat që i ka dhe e keq përdor një vajzë moshatare të vajzës vet në fushata elektorale që ajo vajzë ka me përjetu bulizimin të njëjtën. Se po mendon që kone pregadit kjo s'ka ndodhur rastisht ajo dalë në skenën vajzës gone? Po jo mori jo. Po mendon që është në protokoll të fushatës? O Shpetim Desku, unë e di që je pak provokativ në pyetje se ti nuk je aq naiv me e kuptu. Nuk mundet në protokoll të kryeministrit çdo njoni me e kap mikrofonin. Po fëmijë për nuk gjemraj? Unë dëgjoj as lule nuk i lan fëmijët me i qu kryeministrit protokolli kur nuk dënë me lan.
Lutem, një kryeministër që ecë me 30 trup roja, e po mundet një fëmijë me hi pa plan, pa pregaditje, dhe po mallkon me një tematik mallkimi në një tubim elektoral. Fëmijë për se nxatë për të madhe. Nuk e nxatë fëmijës. Po mund vjen shumë keq prej atij fëmijës. Po të kuptoj. Unë mund vjen shumë keq prej atij fëmijës dhe publikisht i lus mediat, mos ta nxjerrin atë fëmijë. Mos ta nxjerrin atë fëmijë ato media sepse kanë mja shkatërru jetën prej tash. Po të them se a folëm ma herët për komentet që janë të pamshirshme në rrjetet sociale. Para mendoja atë fëmijë kur shkon nesër në shkollë dhe ta tallin fëmijët e klasës. Me shpresë që nuk ka më ndodhur kjo. Dhe më pyete për ish presidentin e patë, një pyetje se u largum. Po. Gone kthehemi edhe pak të ish presidentit, të ish kryetari kuvendit, ish kryetar të kuvendit. Ish kryetar. Faktikisht po marrën Hag deputeti Recep Selimi. Po marrën Hag. Verdikti është tash në verë. Çka pret Bragona? Këtë gjykatë se ke votu, e ke kundërshtu. Unë besoj në pafajsi në rand të parë dhe du me besu edhe në drejtësi. Pavarësisht që si kam besu asnjëherë asaj gjykate, domethënë gjeneze kam kundërshtu dhe vazhdoj të jem kundër, dhe fatkeqësisht edhe koha më ka dhënë drejt, që kum pas të drejt kur e kum kundërshtu, dhe fatkeqësisht kum pas drejt kur kum thonë është gjykatë politike. Për herë të parë ndina keq pse kum pas drejt. Për herë të parë ndina keq pse unë kum pas drejt. Pse e tham këto? Sepse shumica ka marrë vendimin dhe na që e kemi kundërshtu mi kanë pak 5 veti. Mi kanë që e kemi kundërshtu gjykatën speciale me vot në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ili ka 5? Dhe 5 kemi qenë. Me vot? Me vot që kemi kundërshtu ka qenë 5. Edhe me vot, edhe me deklarata, edhe me prononcime kemi kundërshtu atëherë, edhe vazhdojmë me kundërshtu edhe sot. Ja, dhe kryeministri ka qenë kundër. Kemi qenë 5 veta kemi qenë. Domethënë ka qenë Fadil Demaku, Flora Brovina, ka qenë Raif Çela, ka qenë Najt Hasanit, lutem, edhe kam qenë unë. Që kemi votu kundër, po. Për grupit tonë dhe për këtë parlamentit, të vetë me të vota, që janë kundër, gjykatës speciale janë këto 5 vota. Që evidentuar në protokoll. Këto janë, këto 5 vota. Nuk ka tjerë. Ka tjerë që s'ka votu dhe kanë abstenu. Jo, s'kanë abstenu hiç, kanë X. S'kanë nejtë fare se s'kanë dash që me i figuru vota as kundër, as per, as abstenim. Dhe sot unë nuk jam pranoj kur dalin ata qire në për studio televizive që janë kanë kundër gjykatës. Se u dash me qëndru në salë. Me votu kundër. Sepse mas 50 vjete, kur dikush e ban një punim shkencor, ka me hasë në gjurëm. Ai nuk e di kush u dalë e kush s'u dalë. Po. Se gojdhanat ai ka me gjithë votat. Nuk ekzistojnë, se në proces verbal nuk shkruan kush ka dalë për sallë. Shkruan kaq deputet kanë qenë prezent në sallë, kaq kanë votu për, kaq kanë votu kundër, kaq abstenim. Këtu përfundon historia. Ndërsa sa i përket mendimit tim, them të drejtën, unë mendoj që ata s'u dosh fare me qenë atje, janë atje, po e bojnë betejën dinitetshëm, edhe pse si shtet kemi pas lëvizje zhgënjyse në raport me ta, asnjëherë nuk ju kemi dalë zot, asnjëherë s'kemi qenë aty për ta kur ata kanë pas nevojë, sepse ata nuk janë për vetin Hag, dhe kjo i ban ata, do më thonë, i ban gjallë, dhe i ban të fortë, dhe i ban me dignitet, dhe i ban me kuken lartë. Ajo që ka unë ban shumë krenare për ta që janë atje, pavarësisht, është që ata nuk kanë shku as për korupcion, s'kanë shku as për hajni, s'kanë shku as për marrë që thët populli, por kanë shku me mbrojt të drejtën tonë themelore që është liria dhe shtetësia. Dhe shpresojmë që me u kthy sa më shpejt të gjitha të pres që me 20 korrik të merret një vendim dhe ata të kthehen triumfalist ashtu si që meritojnë. Gone. Është një proces i paprecedent, sepse bashkëpunimi ka qenë i jashtëzakonshëm i krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës me drejtësinë. Asnjëherë nuk i kanë ikë drejtësisë. Ata që 6 vjet po mbohen atje, ata janë në para burgim. Domethënë i kanë fut një herë në burg, pastaj kanë mbledh prova e fakte të fabrikuara. Dhe këtu është ajo madhështia aty në që ata s'janë frigu asnjëherë me u përballë me realitetin, me të vërtetën, dhe asnjëherë nuk janë frigu me u përballë kur kanë pyetje liria dhe shtetësia e Kosovës. Qoftë edhe duke i privu nga e drejta për liri, nga e drejta për qenë pjesë e familjes edhe pjesë e shtetit për çka kanë sakrifikuar shumë. Dhe këtu është madhështia tyne dhe prandaj luftohen nga këta mediokra që i kemi sot në Kosovë.
të cilët nuk bashkëpunojnë as me prokurorit shtetit në Kosovë. Nuk i përgjigjen prokurorisë Kosovës. Gone, çka ndodh kur të kthehet Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli a ndryshon skena politike në Kosovë? Dëgjoj, fatkeqësisht Kosovës i ka mungu prezenca e burgshtetasve. Që 6 vite për secilin mund të flasë në dimenzionet e tyre, por sidomos për Hashim Thaqin, Kosovës i ka mungu prezenca e burgshtetasve. Na kemi kryetar partive, na kemi kryeministër protokollar, edhe kemi pas edhe presidente protokollare, por nuk kemi burgshtetas, nuk kemi lider, nuk kemi pris, të cilët janë të gatshëm me dalë para qytetarëve të Republikës Kosovës dhe me i pri Kosovës. Na kemi njerëz në pozita të cilët një vesh e mojnë se çka po thot TikToku, çka po thojnë kafehanët, dhe qashtu i bojnë edhe politikat, në bazë preferencave TikTokut edhe të kafeve. Nuk kemi njerëz të cilët i prin popullit, i prin masës, i prin qytetarëve. Kemi njerëz të cilët bojnë hajgare me popullin. Dhe Ndryshon skena e politike. tham A ndryshon gome? absolutisht që do të ndryshonte Ndryshon. substancialisht skena politike në Kosovë. Kosova do të vazhdonte aty ku e kanë lanë ata, sepse fatkeqësisht e 6 vjet na s'kemi ecë përpara, përkundrazi na jemi kthyer mrapa. Në shumë aspekte jemi kthyer mrapa si Kosovë. Po thu që për Na 6 nuk e vjet kemi gona asnjë- asnjë punë nuk u krija? Na se kemi asnjë derë hapur në shpejtim. Tregom, a ka përfundu autostrada për pej? Gat braja për pe gat. A ka përfundu A autostrada? diku peja e gone pe A ka këtu. përfundu autostrada për Mitrovic? Tu punu. A ka përfundu autostrada në Podujev? Gjilan. Podujev. Po, proces. Ku ka met autostrada e Gjilanit? Proces. 2 orë gjysë në emision televiziv, përfaqësuesja e Gjilanit nuk është gjendje një fjalë me e thonë për qytetarët e Gjilanit që malltretohen çdo ditë në Po, rrugë veç Gjilanit. tha kriministin detyrë që unë nuk kam premtu projekte kapitale. Ha? Dhe më thonë, mu më kanë butu njerëzit që këta nuk pëjdojnë. Që ku mbo hajgare me ta, apo? Unë e tha nuk jam për projekte të mëdha kapitale, nuk kam premtu kur gjë që kam me bo për këtë vend. Po më kanë butu për shkak që këta mos pëjdojnë. Në këtë vit tha Hekurullo, kam Hekurullo digat. A i ka premtu shumë sene. E ka premtu Nuk edhe kam autostradën premtu, e tha. Gjilanit, Po. e ka premtu edhe bashkimin kombëtar o shpetim. Nuk, një nom, ashta, cili është në E kushtetutë ka që... premtu. Pse, a qatë që i pa ditun pas ka qenë Albin Kurti që se ka lexu kur kushtetutën para se me arë pushteta? Në mënë, u dasht Albin Kurti mu bo kryeministër për me lexu kushtetutën. Një deputet i 7 legislatura. A mendon që s'ka që Albini me i bashku të rojë shqiptare? Po nuk don. A As nuk munet? don, A as munet? nuk din. A As munet? nuk don, as nuk din. A munet, Trojet shqiptare kanë me u bashku në Bashkimin Evropian, në NATO edhe në gjithë mekanizmat tjerë. Trojet shqiptarët i ka bashku Adem Jashari dhe s'ka me pas kërkush në botë që i ndonë ma. Kjo lo diskutohet. Kjo me vull. Prandaj po të thamë, është mashtrus, është rëndës. Albin Kurti është mashtrus, Albin Kurti është rëndës. A ka bone punë të mirë për këtë vend, gone? Gjema A Vrenje. ja ndreson? Jo, Jo. ju jeni me politika të parat, po bone të përditshme edhe. Asnjë punë të mirë Albin Kurti se ka bë për Kosovën. Asnjë punë? Jo, asnjë punë se ka bë të mirë për Kosovën. Ata ka marru naj shkollë të mirë, jo. Ata ka ndresh naj rrugë, jo. Për liri e për pavarësi, ky s'ka punu kur, ky ka dalë kundër shtetit pavarësisë. I ki deklaratat me ftyrë, me zonë, kur thëtë s'ka me pas Kosova ushtri, s'ka me pas Kosova pavarësi, s'ta njo flamurin, s'ta njo hymnin. Unë shkoj thot pa bodyguarda, ndërsa sot 30 bodyguarda Është ndjekun. protokoll shtetëror. Unë shkoj pa kerët Atëherë se ka blindume. ditë që është brenda një protokolli. Po, dhe të tregon Albin, e që e sfidoj përmes A kështë dalë në televizionit debat tanë. me Po, feminizëm? kur dënë, Kështë dalë? Po, mërë pa tjetër që po. Okej. Unë eftoj publikisht kur dënë Albin Kurtin cilin dojnë studio, a e le të thërë rrët, dhe thotë në këtë studio, unë e kam e shku. Para më do mirë Qoftë po, shesh. kryeministri le të organizon. Shesh mirë po. Jo, në kryeministri le të organizonën ati i shkojnë, nëse lit levizet dhe vendosje, le të organizonë, unë i shkojnë debat. Gone do Unë thonë, s'kam se me ik me Albin Kurtit. Albin Kurti ik edhe prej vetë vetës. Opozita ma e fort, e Albin Kurtit është Albin Kurti. po thu, ai i bën opozit
Vetës. A i banë opozit vetës në çdo paraqitje që ka. Tha, unë muj me t'i rëndit, po na merë kohë shumë me t'i rëndit ballafaqimin e ti. Qka përrujnë truprojat e Albinit sot? A pjarujnë trupin, a pjarujnë mendje? Është protokoll kjo, ti e din që është një protokoll që nuk lejon kryeministri me u dal pa u koni. Kur ekziston protokolli në Kosovë? Ekziston prej kohës kur është themeluar shtet. Aha, do më thonë pas ka posë dhe atëherë protokoll, po ky se ka ditë që ka posë. Ai mund mos me ditë se su kon kur kryeministri. Po, do më thonë. Kur e u ballafaqu me këtë fakt, e ka pasur që nuk ban bypass do njerëz rreth. Gone, tregolaj 2 arsye ose 5 arsye që duhet me të votuar njerëzit ty. Edhe pjam do të çoshë se lamë janë. Shumë faleminderit, keni la mirë. Lamë janë. Pse më të votu ty njerëzit kësaj herë? Unë jam me përtham. Njerëzit duhet me votu, dhe që unë jam ngarë për deputete, zgjedhjet kanë me mbajt me 7 qershor, në këtë dielë. Dhe unë jam minjose qytetarit Republikës Kosovës, anë kanë Kosovës, pa dallim, që më kanë mbështet në çdo palë zgjedhje. Sa mandat do bëhen këngë çike? Çdo palë zgjedhje. Dhe po që tash i tregoj. Domethënë, unë jam kandidu 7 herë për deputete dhe 1 herë për asamblej komunale, pa shkëputje. Domethënë, jam mat, kur thuhet një fjalë, dhe se cilën herë që jam mat, kam përshu maran. I rrit. Fal mbështetjes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë asnjëherë s'kam qenë ministre, as nuk pas asnjëherë ndonjë rol ekzekutiv që ku mujt me josh ndonjënin me ndaj projekta, me ndaj tender, një burimora, me ndaj diçka tjetër. Kam qenë vetëm deputete e Kuvendit Republikës Kosovës. Kam udhëheq Komisionin Parlamentar për mbikëqyrje të AKI-s 4 vjet. Dhe kam pas detyra funksionale brenda Kuvendit Republikës Kosovës, por arsyeja pse mund kanë votu edhe më votojnë qytetarët e Republikës Kosovës është sepse unë nuk lë asnjë pyetje pa i kthy përgjigje qytetarëve. Unë nuk jam deputete e fushatave elektorale. Unë jam deputete që punoj çdo ditë me qytetarët e Republikës Kosovës. Shtëpi për shtëpi. Unë vizitoj çdo lagje, unë ju shkoj ndarsma, unë ju shkoj për kryshnosh, unë ju shkoj në gëzime, unë ju shkoj në hidhërime, ju shkoj në festa, ju shkoj në datëlindje. Dhe më thonë, jam me popullin. Ofër me ta. Dhe çështjet që ata i adresojnë te unë i adresoj në kuvend. Kjo është arsyeja pse mund qytetarët të mbajnë deputete, sepse unë asnjëherë votën që ma dhonë ata nuk e shurdhoj, po unë i jap za. E qartë? I jap za votës tyne. Unë nuk i ndaj qytetarët me klasa, as nuk i ndaj qytetarët me rajone. Ty me të thonë që ke vjedh ose s'ke vjedh ose kështu në s'moj me të thonë, se s'ke pas kur përgjithësi ekzekutive. I kanë gjithmonë në legislacion. Kështu që, do më thonë, pej qësaj pune je në regull. Jo une, po kërkush më të thëtë, sepse... Ta thash edhe një gjë ma herët. Merë me që shqibre, se në du bolap. Ne jam Albinit. Fillone me vetën në fushat. I duen Albinit për fushat. Unë e thash edhe pak ma herët, jam jashtëzakonisht krenare, mas pare jam mirënjohëse deri të Zoti, që familja jam, prindët e mi, gjyshërit dhe stërgjyshërit e mi nuk më kanë lënë asnjë njollë, thash edhe njerë, as kombëtare dhe as institucionale. Dhe pastaj, që më thamë në si ke lanë vetit. Dhe pastaj, kam për obligim të jashtëzakonshëm që me rujt fort këtë trashëgimi që ma kanë lënë prindrit, gjyshërit dhe stërgjyshërit e mi, dhe mundohem çdo ditë. Sa i përket çështjes së pozitave, unë jam jashtëzakonisht e përmbushur politikisht. Sot me lanë politikën, unë jam shumë e përmbushur, sepse nuk ka satisfaksion më të madh jetësor, nuk ka pozitë më të madhe, nuk ka benefit më të madh se besimi i qytetarëve. Nuk diskutohet ajo punë. Dhe du mi falenderu me që jemi edhe në fushatë zgjedhore. Të gjithë ata qytetarë që i kam taku gjatë kësaj fushate, të cilët ma kanë shtrengu dorën, të cilët më kanë përqafu, të cilët më kanë motivu, dhe t'ju thamë edhe një gjamë, kanë frigu me dalë fushatën tjetër nëse vjen. Sepse është e vështirë me mbajt gjithë këtë barë të besimit, jo barën e besimit që ta jepin qytetarët. Unë jam e përgjeshme ndaj këtyne njerëzve. Sot, kur populli jem, populli i Kosovës, ballafaqohet me probleme esenciale, me probleme bazike, e çon fëmijën në spital dhe nuk ka pej me ja kep varrën. E lëshon ujin, nuk ka ujë me pinë banesë. As ma herë s'ka pas bëkonë. Shkon me ble barna, nuk ka barna.
bo luftu ka ma herë, to shpetim Pas luftës Lesku. po flasim, pas luftës. Dhe ky popull vazhdon me vlerësu punën time. Unë jam jashtëzakonisht krenare dhe me përullësi, unë i falenderona çdo ditë, çdo mëngjes i falenderoj për mbështetjen që ma kanë dhënë. Dhe Gone për ti punën që kështu unë bëj shtëpia sot. shtrajta, kësi sana që shbojnë luks do ka pak si për shomin politik nuk ki. A ki as ki? Jo, unë nuk kam, S'ki unë kështu, kam shtëpia publikisht të thamë shtrajta, dhe deklaroj, do që jo, pi mojnë në jo, modelogje, që pi mojnë, unë e tham publikisht Ha. dhe jam shumë krejt çka kam, Ku jeton unë i as, ftoj çka krejt bën, edhe tash po. që po kërcënojnë me këtu agjencionet e këtu. Po. Unë i tham hajde kur Merrni, doni, bre. e keni të qelë, e kam një banesë Banes. në Prishtinë, që e kom pagu për mes Raiffeisen Bankës me leasing, Po. ma kanë zi Po, shpirt. mirë, e di. Të gryn, Kredia. ka dalë të gryn apo. Dhe po në tokën e babës tem në Katun, Okej. jemi bashk investim me motrat e mia, të cilat jetojnë një pjesë në Gjermani, pjesën tem prapër mes kredisë e ko marrë prapë në bankë, se mos ja përmeni janë S'ka asë të bajnë shumë atë lidhje, ditë, s'ka lidhje. dhe është e dëshmu me Do deklaru më thoni me këtë qenit të deklaru bankë. këtu, kësi shpia është tajta Jo, kjeve, është tajta kësi Dhe ato jam, ajo, këto halasi ka ardhë kuha me deklaru, sepse jemi të punu, do më thonë, është kredia, janë gjanat e kretë, nuk Kur të është kryet deklaru, përfundu, në mande. momentin kur bëhet për me mu deklaru? banu dhe mu deklaru, unë normal që do ta deklaroj. Shpenzimet mujore që që ki gonë? Shpenzimet mujore i kam, Hargjojnë e nga marë politika pak. pagën e deputetës, e pagujnë rënd parë këstin e Ta kredisë. merra ja s'ki nevoj me paguajsh, ta merra ja si delat e nalë në burim. E paguj këstin e kredisë dhe tjerat Apo dalin pjesa ballë. tjetër janë me qytetarë. Apo Her dalin dalin, ballë. her s'dalin. Her dalin, her Kanë s'dalin. Ma ndihmojnë edhe motra që i kam Apo të një një mbarë mërë, qëra mi me pas motra gone, se Është shumë motra mirë. për motrën e bani farë është sakrifice shumë kështu. zakonisht shumë. Dhe unë Ju jam si jeni shumë kallabllak? Jem kallabllak, Kret ka po, pak, Zoti, kret ka paqa pak. o Zoti, paqa me i Kretë ka pak nuk është ne farë. Kështu shpenzimet e nuk banë, zakonisht veshësh modest, je modeste, me qonta, unë kësi jetoj, shtajta, jo, knuca, kështu unë nuk e jetoj ki si çdo luksin. qytetar të Kosovës, blejnë marketet ku blejnë, furën e lagjës, kam jetoj edhe banoj, në realitet se unë jetoj në mes baksit edhe kur kam ditë ma ngarku me jetoj në Prishtinë, por unë jetoj me një lagje që e kena në Prishtinë që e kena kalu të merin që 3-4 vjetë, pej rrugës të prisht edhe prej pluhnit që nuk kemi mujt me i hapë dritarë. Mi thot dikuj që qaj rrugë është në mes Prishtinës, të kryqitetit, të urbanizmit, të kulturës metropolitane, është e padrujshme, kështu që unë du me i përshëndet ata banorët e lagjës, që tashme në fund është shtru asfalti, për na i kanë lënë kërsha të trotuare. Ka dal do bo, ka dal më do bo, e rrugë është tru para një javë, është tru se ka zgjedhje. Dhe më pas ka pas faj kryetari i Prishtinës. Po, për 2-3 vjetë, po nuk ka pas nështë edhe krejt faj kryetari i Prishtinës, se si ka dhënë buxhet kryeministri i Kosovës. Pete Albini, pas, fillu ka të sidhës, pa shku të kryeministri, nuk bëhet. Te ki fëmi vetë edhe ti din, kur ju blejnë fëmive diçka, ku i marrin parë? Ta fëmija nuk blejnë vetë, ti du të mjë më dhënë parë. Tash tu ka 100 euro që i kanë morë Apo? du të mja morë dhe ato, du të mja morë dhe ato. Mujnë tjetër, qa ki me bo me të? Mujnë, ashtë ma nesh nash. Baba ki prapë shkojnë në zgjedhje. Mujnë tjetër fishlo. Që të zgjedhja janë zgjedhje gone. Do doja shumë që këto zgjedhje të jenë zgjedhje, vërtet jenë zgjedhje për Kosovën, sepse sinqerisht temat, unë mendoj që kur flasë për problemet e qytetarëve, du të trajtojnë shumë seriozisht. Sigurisht. Dhe po, e thash edhe njëherë, du mi përshëndet banorët e lagjës, me cilët e kemi diskutu shumë shpesh, po flasë për rrugën Prekazi në Prishtinë, që lidhet me rrugën Muharrem Feza, dhe shpesh heri këm thonë, po këto po du me dali, këm thonë edhe për parim Ramës, du të mi andru rrugën, mi andjit Londra, soj rrugën ashta vjen në ndreq. British, ose mi andru pak. Ja, desha mi andjit rruga e Londrës, thash në ashta për parimi me që ka arë prej Londrës, thash në ashta në ndreq, ndreqon e regullon e jekë me turinat. E pas një krytash. E pas një kryta. Ja, nuk është kry, moj së shkry, ja, nuk është kry. Është duke u kry. Për fundim në më thonë gati. Dhe du mi falenderu për durimin që i kam pas ata njerëz. Edhe pse kemi diskutu shumë. Neve qytetarë me alonë 8 vjetë me një rrugë, nësë kemë që me bo. Ndoshta nuk duhet me qenë shumë durushëm situata tilla, se duhet me qenë ma... Vezin gonë që përta, na durojmë shumë, që të shpërthejmë. Prandaj po pres shumë, nuk ka mandejt, nuk ka mandejt, po shpërthejmë na. Më prunë e bashkë të ku duhet, dhe arsyeja pse unë pres me pas zgjidhje me këto zgjedhje është sepse populli është para shpërthimit.
Po thu që është Është para shpërthimit. shkëndijat e para veç. Jo, është para shpërthimit, sepse e shoh në çdo takim që unë shkoj, edhe e shoh në çdo bisedë që e kam me qytetarët e Republikës Kosovës. Zullumi kputet për strashe, në këtë tokë është bërë shumë zullum. Kanë thonë plesht. Kështu që unë pres fort që qytetarët pushtetin që e kanë 100% dorën e tyre deri të dielën me 7 qershor, ta delegojnë dur të sigurta dhe ju tha me bindje të plotë se më të sigurt se Bedri Hamzën nuk e kanë asnjë kandidat, njeri i cili po është modest dhe jeton në nivelin e qytetarëve të Kosovës, një njeri i cili është profesionalist, është i dëshmuar, një njeri i cili nuk ka asnjë njoll, një njeri i cili punon ditë e natë për Kosovën. Gone, unë të rendoj shumë. Dhe ju kom thonë edhe një ditë në një postim në rrjetet sociale qytetarëve, që ai qershijat e vjetra i ka hangër, që në kupton me premtimet që i ka dhënë, por fatkeqësisht jemi, unë e di shumë mirë dhe e din edhe populli, se nuk flas diçka që s'u kupton populli, dhe po du me thonë një gjë, tash jemi në muajin qershor, edhe po vinë qershijat e reja, e bashkë me qershijat e reja vinë edhe mashtrimet e reja të Albin Kurtit, dhe t'jenë të kujdesshëm kujna ja jepin votën. Gone, faleminderit shumë që sonde i komme neve, e dim që e kanë met pak ditë në fushat, po shpresojmë që mas pari me kone qetë fushat edhe pas një incident ose ekces, dhe tash ka shku mirë, në kënd për si Parti Demokratike nuk ju kemi përgjigjas një provokimit. Do të thonë deri në shkollën që mos me pas përkimin mes vetë për shkak të partive politike dhe një ndër mesazhet kryesore të fushatës tonë elektorale, që meritat kryesore i ka Bedri Hamza, janë që mos shpërndahet gjuhë e urrejtjes edhe përçarjes fushat. Pajtohesh me mua kur them që zgjedhjet në Kosovë kanë nivelet ka gjatë lartë, kështu demokratike dhe evropiane. Dhe fatkeqësisht kohëve të fundit kanë filluar me degradu. Që shpresojmë që mos me degradu dhe me u mbyll të dielën mirë edhe pas një incident e le të fiton ai që ja jep qytetari. I ftoj qytetarët e Republikës Kosovës, sidomos ata që jetojnë Kosovë, me dalë masovikisht në zgjedhje. Dalja është obligim. Me ushtru detyrën edhe të drejtën e tyre të votës, të votojnë arsyeshëm e jo për inati, se fatkeqësisht kohët e fundit e na është votu për inati. Mos votoni për inati, votoni arsyeshëm. Nalno, shikoni si keni jetu këto 6 vite. Nëse jeta juaj është permisu gjatë këtyne 6 viteve, është zgjidhja ju prapë. Unë e respektoj zgjidhjen. Unë nuk kam drejt me bo thirrje, kanë me votu. Unë kam drejt me bo thirrje, me votu Partinë Demokratike 195. Se nuk jemi në heshtje, kështu që shpëtim. Hajde. Unë kështu pju thamë. Partia Demokratike në bërë numrin 125. Prej 100 deri 110 krejt kandidat janë të mirë, voton e cilën doni, ama mu mos më harroni. Mos më harroni, po përse ka vend ball. 10 i votojnë. Po 12 që prioritet. Non ku dush një leq aty për ganën, thuj edhe çfarë thjesht. Kanë faleminderit shumë se klasimet pas. Po ti pështjelli se ki me shkuën fushat i harrogës. Po lese i duhen Albinit. I duhen. Bilet qyrë sa pak kanë met, bashkë i shkojmë për këto ditë e fundit fushatës. Tash jena në qershor, ka qershia boll. Pi hajmë na këtu e mandeja i beson që ka një staf që ja gjen akon. Veç bani kujdes. Faleminderit shumë, ishte klasimet pas. Faleminderit shumë.